Me që jemi në Vlorë, ishim në një komunikim të drejt për drejt me kolegun edhe me njërin prej kandidatëve të Vlorës, Dionis Sotën, i cili po na tregonte në fakt që ishte e pritshme çfarë rezultati për shkak të disa kushteve, që njëra prej tyre ishte fakti që Partia Demokratike ose më saktë grupimi që edhe mbështeti, sepse ai është i pavarur, nuk kishte kohë për të bërë fushat për të ose ai vetë. Kjo ka qenë edhe një nga arsyetimet e tij sepse ky rezultat është i tillë. Ndërkohë, nëse regjia mund të më ndihmojë, mund të kemi pas edhe rezultatin e Vlorës për ta parë saktësisht çfarë është duke ndodhur. Po, Vlora, i bëjmë një përditësim që të kemi mundësi që të shohim nëse ka lëvizur ndonjë shifër nga ato me cilat jemi njohur. Faleminderit. Partia Socialiste, Brunilda Mersini, e cila ka 79.16%, sepse moment pas momenti përgjithësohen për shkak se sillen edhe vota të tjera të numëruara me 7.088 vota. Në vend të dytë vjen kandidati propozuar Gazjetësit, Dionis Sota, apo kandidat i pavarur, ashtu sikurse është cilësuar me 11.3% apo konvertuar në vota 1011 vota. Dhe në vendin e tretë, Gjergj Nika, kandidati po ashtu i pavarur me 850 vota në total, 9.5% e së gjithës. Pra, deri në këto momente po flasim për votat e numëruara, jemi në Bashkinë e Vlorës. Me zotin Sota dhe zotin Nika patë mundësi të ishim drejt për drejt në review në një komunikim të drejt për drejt, për dëgjuar edhe arsyet apo sepse mendojnë që janë në këtë rezultat, sigurisht për të kuptuar gjithashtu edhe se si e vlerësojnë ata situatë dhe çfarë mund të ketë më pas këtyre zgjedhjeve. Do t'i pranojnë apo jo rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Ndërkohë do shkojmë tek një tjetër bashki për rikujtesë, janë 5 bashki të cilat pritet që rezultati të dalë për pak orë, jo minuta. Kosova ka qenë më shpejt, pavarësisht që ka patur më shumë pjesëmarrje në daljen e rezultateve, kanë fjalën, ka qenë më shpejt se sa Shqipëria, duke qenë se ditën e sotme më përmbahen janë mbajtur zgjedhje si në Kosovë, ashtu dhe në Shqipëri, të dyja kanë një format ndryshe dhe do kemi mundësi që pas pak të lidhemi edhe nga Kosova, të bëjmë ndoshta një krahasim apo një përmbledhje të situatës politike në fjalë. Jemi në Berat, të nderuar shikues. Është kandidati, do t'i lexoj kandidatët me radhë për të parë edhe numrin e votave apo përqindjeve në fjalë. Ervin Ceca nga Partia Socialiste, pra kandidati i Partisë Socialiste ka arritur të marrë 3.647 vota apo 82.94%. Flasim gjithmonë për votat e numëruara deri në këto momente. Ndërkohë, Pavlo Shkarpa, kandidati pavarur, 750 vota apo 17.06%. Ndërkohë, shkojmë në një tjetër bashki, shkojmë në Cerrik, aty ku Eligert Hima nga Lëvizja Shqipëria Bëhet, ka arritur të grumbullojë 379 vota, apo 11.96%. Vazhdojmë me Amarildo Hoxhën, kandidat i pavarur, apo sikurse është i shënuar dhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kandidat i propozuar nga Zgjedhësit, 452 vota apo 14.26%. Vazhdojmë me Florence Dokën nga Partia Socialiste, 2.338 vota, apo 73.78%. Ndërkohë do vazhdojmë edhe me 2 bashkit e fundit. Ora është 12:30, kemi kaluar në ditën e nesër me tashmë, ku mund shohim që rezultati vazhdon që procesi i votimit të jetë i ngadalt, krahasimisht, dhe mos nëse bëjmë dhe krahasimin me Kosovën, ashtu sikur se Ceka edhe pak më përpara. Jemi në Bashkinë e Matit. Altin Bojni nga Partia Socialiste ka grumbulluar 585 vota, apo 66.7% të tyre. Ndërkohë,
Eduard Brahilika, kandidati propozuar nga zgjedhësit, ka grumbulluar 259% apo 29.53% dhe ndërkohë Suzana Pasha, kandidati propozuar nga zgjedhësit apo kandidati pavarur, ka arritur të grumbullojë vetëm 33 vota apo 3.76% dhe do mbyllim me Tepelenën për të parë se si janë rezultatet e deri më tanishme, ku e nisim me Gabriel Gumën, kandidatin e pavarur, i cili ka grumbulluar 167 vota apo 14.69% dhe Gramos Sakon nga Partia Socialiste, i cili ka grumbulluar 970 vota, 85.31%. Pra të nderuar shikues, sikur se u njoftova pak më përpara, këto janë rezultatet e fundit të bërë publike nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilat përditësohen minut pas minuti. Jemi live në këtë transmetim maraton.